E qa më ndonë? Si? Qa më ndonë? Si që mendoj? Qa më ndonë, si ndihesh për këtë pjesën? Po si do ndjem, ma komentoti situatën dhe japon përgjigje. Unë ta komentoj kështu, po. Ti je Eriku, Kesi, Ina, right? Kesi, Ina, automatikisht, në opinionin tim, pavarësisht se janë individet që unë si Selin do doja të ishe njerëzit e parë që dalin nga kjo shtëpi, mendoj që situata e tyre e shëmtuar ose jo, i ndihmon edhe i jep një plus për të vazhdu për para, sepse njerëzit janë kurioz. Kjo Ina që në jetë ka dash të cili po përfaqëson një target group njerëzish, që ne dim shumë mirë se që janë, a do të qoj deri në fund këtë dramën e vetë, dhe unë jam shumë e bindur që do të qoj, ikën këto dy. Edhe Kesi, ka bërë zhurmë, a kupton, do më thënë, i ka shfazu njerëzit. Përsa kohë ti dalin 4 njerëz prajmë dhe thënë, dëgjo, është bërë i padurueshëm qëndrimi ati këtu, Kesi e ka rrit atë që ka dasht. Eriku, unë mendoj që Eriku është po aq rrezikuar sa ti je, po në varësi se si sillet këto 2 ditë. Këto 2 ditë. Ndërsa ti, Mateo, i dashur, ke pas një situatë në dorë. Je sill shumë mirë me atë situatën, unë e kam thënë prajmë që Mateo, nga ana Mateos, unë ka pëlqyer shumë mënyra se si ka ardhur, ka thënë që okej, po unë e njoh, ka qenë kjo historia, unë nuk tregoj më dhe më shumë ka tregu Brikena se sa ke tregu ti. Deri në një pikë kam qenë shumë dakord dhe thash, okej, bravo i qoftë, që nuk e uli atë si vajzë dhe mbajti qëndrimin e tij korrekt. Dhe ishte Brikena ajo që edhe tregoi më shumë, po edhe mbrojti veten e vet në mënyrën e saj. Deri në prajmin e kaluar që doli muhabeti me Kristin. Ti me të drejtë thua, ai ishte një diskutim shoqëror, po këtu diskutime shoqërore shkojnë deri në një pikë o Mateo. Sepse ka 1500 kamera. E mbarova? Jo, se mbarova. Dhe kur thua që unë si Selin, si vajzë, e mora ose vërtet ti kaq naiv dhe nuk e pas e kuptuar që kjo diskutimi mund të dëgjohet për te, ose e mora si, kjo do të mbroj veten e vet, ngrej veten e vet lart, duke më ulur mua në thonjza, dhe unë do të tregoj një të vërtet ose jo, se unë nuk e di a është e vërtet, që ta uli këtë dhe ta bëj barabart me mua. Mbarova? Jo. Dhe Brikena, për mendimin tim dje, fjalët e saja, do të thonë qëndrimin e saj që e ka thënë me fjalë, thjesht e veproj. Dhe për mua do ishte më jo koherente nëse do nxirrte Lorna, se sa lëvizjen që bëri dhe nxorri ty. Dhe ka ardhur mbrëm, nuk e di tamam se s'dua të gaboj, me sa mora vesh që më tha, jemi ul për diskutu, dhe i thash. Do vish një minutë flasëm, se ajo kaloi aty s'foli fare. Po. Shumë e ke bërë, që ke fol. Po, pra e thirra unë, jo se erdhi. Ja mbarova, tani duhet